Shtrimi me beton i hyrjeve të banesave sociale në qendër të komunitetit rom në lagjën Skënderbeg të Shkodrës po konsiderohet si fillim i punës për përmirësimin e kushteve të jetesës për 27 familje të sistemuara aty. Banorët kanë mendime të ndryshme për punën e kryer deri më tani, por theksojnë se tashmë është momenti që investimet të vijojnë, sidomos me normalizimin e furnizimit me ujë të pishëm dhe me pastrimin e vazhdueshëm të zonës. Për shtrimin e duam më të mirë, po bluri komplet futet mënena. Bashkia e din që e ka shtru mirë ata, po nuk e din ata se që e ka shtru. Ata i pagon bashkia, punëtor, po punën duhet me bot mirë. Që këte kërkojmë neve. Për ujë se një në ditë kena ujë. Po. Deri në orën 2 natës kam në tullas në mramë. A beson zotin mbrapë. S'kena ujë. Në të ndë duhet marti njeri me regullu. Qimento, timi të zotë, në ishtre me plaka me gjëna tash. Qimento është bo për plak. Jo, uj ka sa të dush, letë klasi kush të doj. Unë jam përgjekës për uj ati që më kanë thënë. Bo, shkoj njerëzit i hapin si mbas qefit ati, se ata më deri të mushën 3 orë, 3 orë uj të kesh. 3 orë deni, 3 orë uj ke. Me orar zdo gjë. Unë e di orarin. Ndërkohë, administratorja e qendrës së banesave sociale Fatmira Kraja bën të ditur se pas përfundimit të betonimit të hyrjeve të banesës, vëmendja është përqendruar tek uji i pishëm, si dhe organizimi i shërbimit të pastrimit. Për ujin e pishëm, shpesh herë normal që ka pas disa problematika, por që janë zgjidhur me një herë. Jemi mundu të rrim sa më afër komunitetit dhe shpresoj që vazhdojmë të rrim prap sa më afër të gjithë me këtij komunitet. Jashtëçanës është bë disa herë. Paktin mbrana një muajit mund të jenë pastruar 10 herë ambientet e jashtme. Kraja pranon se në zonën mes lagjës Skënderbeg dhe qendrës së banesave sociale ka prezencë veturinash dhe pse ndërhyrjet për pastrim nuk kanë munguar. Ajo shton se do të kërkohen nga autoritetet përgjegjëse që automjeti i pastrimit të vijë më shpesh në këtë zonë për të dhënë fund kësaj situate.